Cila është gjëja më e rëndësishme në namaz për të përgatitur për namaz? Abdesi, sinqeriteti, vendi, kushtet? Ajo çka është më e rëndësishme, kupton, është ajo çka e ka përmendur Ibrahimi alayhis salam, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuju, do thot namazi jam, kurbani jam, jeta ime, vdekja ime, të gjitha më qenë për Allah. Do thot jo më u fal për syt njerëzve, por thjesht do thot më u fal me falëndëru Allahun i cili na ka dhënë mendën, se falja çka është do thot një falënderim Zotit çka na ka bën me mend, se ka plot njerëz të cilët nuk kanë mend dhe ai nuk din do thot me falënderu Allahun gjithë. Po na çka Zoti na ka dhënë mend, atëherë do thot duhet me falënderu. Po për me falënderu Zotin do thot ka metoda, të cilët ne kam mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që s'pari herë do thot duhet të mkoni pastër. E pastërtia do thot është me la kej trupin. E pastaj do thot çka me mor abdes për cilën kohë namazit, me abdes me përmend Allahun dhul xhelal. Ndërsa puna e abdesit edhe puna e namazit janë tema për të cilat do thot inshallah do të bëjmë një emision të veçantë për ta, me tregu se çish mirë të abdesit. Si qëllim kryesor është qëllimi. Po qëllimi kryesor do thot është Allahut me iran sejdë. Do thot këtë ball të cilin Zoti na ka kriju, atina do thot me ira do thot në sejdë edhe ata me falënderu. Po falënderimi nuk duhet me qenë her pas here, por duhet me qenë një i vazhdueshëm, 24 saat. Allah shpëlboj për këtë përgjigje të saktë inshallah do dëgjuesi e ka të qartë.